Pasagerët që udhëtojnë me avion do të përballen me vonesa më të gjata pa patur të drejtën të marrin kompensim nga kompanitë ajrore. Lajmi i keq vjen pas një vendimi të Bashkimit Evropian për të zgjatur tolerancën e vonesës së avionëve, si për fluturimet e shkurtra ashtu dhe për ato më të gjata. Pasagerët në fluturime me distanca të shkurtra do të duhet të vonohen me 4 orë ose më shumë përpara se të mund të kërkojnë kompensim nga kompania ajrore. Për fluturimet me distanca të gjata, vonesa duhet të jenë 6 ose më shumë orë. Rregullat aktuale të BE-s diktojnë që pasagerët mund të kërkojnë kompensim nëse fluturimi i tyre vonohet për më shumë se 3 orë. Vendet e BE-s janë dakord gjithashtu të rrisin shumën e kompensimit për ata që vonohen në fluturimet me distanca të shkurtra nga 250 në 300 euro, por planifikojnë të ulin kompensimin për fluturimet me distanca të gjata nga 600 euro në 500 euro. Rishikimi të drejtave të pasagerëve ajror të BE-s u propozua fillimisht në vitin 2013 nga Komisioni Evropian. U deshën 12 vite negociata që shtetet anëtare të arrijnë një marrëveshje mbi ndryshimet në kornizën kohore për kompensimin dhe planet ende duhet të negociohen me Parlamentin Evropian përpara se të kthehen në ligj. Organizata Evropiane e Konsumatorit tha se plani do të privonte shumicën e pasagerëve nga të drejtat e tyre të kompensimit, pasi shumica e vonesave janë nga 2 deri në 4 orë. Organizmi tregtar Airlines for Europe, i cili përfaqëson kompani të tilla si Ryanair, EasyJet dhe Lufthansa, gjithashtu dënoi planin sepse donte që kohët e vonesës të ishin edhe më të gjata përpara se të fillonin pagesat e kompensimit. Urania Georgiou-Staku, drejtoresha menaxhuese e Airlines for Europe, tha se Evropa ka pritur për të drejta transparente dhe të zbatueshme të pasagerëve për 12 vite dhe shtetet anëtare kanë rënë në pengesën e fundit për t'i ofruar. Në vend që të sigurojnë pragjet e vonesës prej 5 dhe 9 orësh, që do të kursenin deri në 70% të fluturimeve të anuluara, shtetet anëtare kanë holluar propozimin origjinal të Komisionit Evropian dhe kanë prezantuar edhe më shumë kompleksitet, tha ajo. Plani fillestar i Komisionit Evropian përfshinte zgjatjen e kohës në 5 orë për fluturimet me distanca të shkurtra dhe 9 orë për distancat e gjata. Por marrëveshja e re përfshin gjithashtu një të drejtë për të drejtuar kur ka vonesa të gjata, automatizimin e formularëve për kompensim dhe të drejta më të forta për pasagerët me aftësi të kufizuara ose lëvizshmëri të reduktuar. Këto ndryshime do të prekin edhe qytetarët shqiptar, pasi edhe nëse nuk transpozohen në ligj nga autoritetet shqiptare, pjesa dërmuese e fluturimeve, por dhe nga Shqipëria, janë në vendet e Bashkimit Evropian.